Kryeministri Edi Rama në reagimin e parë për vendimin e gjykatës kushtetuese që rrëzoi shkarkimin e Erjon Veliajt si kryebashkiak të Tiranës dhe zgjedhjet e parakohshme në kryeqytet e shoqëroi me një ironi për rivalët politik për akuzat e kapjes së drejtësisë, përndryshe e lexoi si provë pavarësie. Ja që edhe njëru provua se nuk I pas kam kapur unë të tëra pushtetet dhe kjo është një gjë sa e qartë aq edhe mirë apo jo. Kreu mazhorancës duke ju referuar fakti se kushtetuesja ka vlerësuar se kryebashkiaku I Tiranës nuk mund të largohet vetëm me zgjedhje, shton qëndrimin se mbajtja e tij në qeli është në dëm të qytetarëve të kryeqytetit. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku I burgosur I Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni I mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive e të drejtave kushtetuese të personit, po edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga I zgjedhuri I vet apo jo. Kryeministri thotë se në kushtet e reja gjykata kushtetuese, pasi vendosi të rrëzojë vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, duhet të vendosë dhe lirimin e tij kur të shqyrtojë këtë çështje. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj paraburgimin e tij, kushtetuesja ta kthej Erjon Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. I bindur në qëndrimet e tij për këtë çështje dhe në pritje të vendimeve të mëtejshme të kushtetutës për çështje që lidhen, Rama ndan një ftesë dhe përqendrim të qartë. Pika 1 dhe 2 janë të sigurta, pika 3 mbetet për të parë. Ndërkohë le të urojmë që kushdo ka në dorë të ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtohet se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Erjon Veliaj mbetet kryetari I Bashkisë së Tiranës, edhe në qelitë e paraburgimit ku mbahet prej 10 shkurtit me akuzat të spakut për disa vepra penale, ndërsa mbetet për të parë se cilat do të jenë zgjidhjet për të dalë nga ajo që kryeministri Rama e cilëson ngërç absurd.